Për herë të parë në komision ka qenë profesor Suleman Pitarka, që më pastaj eftova kur isha drejtuesi i teatrit, edhe për këmbguljet e tij, eftova të luante te Pjata prej Druri. Kam qenë profesor gëzimi e kishte dhënë dikujt tjetër rolit, edhe nga që e kisha dëshirë ta ktheja në teatr. Ai ka qenë roli i fundit, profesor? Ai i fundit, po kishte 25 vjet pa luajtur. Mos si pauzë 25 vjeçare, I shkova në shtëpi me Raimonda Bulk. Jam lutur. Nuk do. Erdhi. 25 vjet më, nuk donte të turpëroj. Ishte një burr i jashtëzakonshëm. Padyshim që është në maj për mua bashkë me profesor Agim Tiraqin dhe me Banjush Furxhiun, nga meshkujt janë në maj të aktrimit shqiptar, donte të mbaj mend ashtu, nuk donte të. Edhe erdhi me një përgjegjësi shumë të madhe, me një përkushtim të madh, ishte 80 vjeç. Shikonte vetëm 15% nga njëri sy. Nga njëri sy nuk shikonte tjetër. Tekstin dhe shikonte me një lupë të madhe, kështu që shikonte tekstin. Por në prova rrinte pasdite natën pa gjumë, në prova nuk erdhi asnjëherë me tekst të pa përvecuar. Ishte brillant.